nuk isha se si të më fynin më rënd se kaq. Do të thotë ka qenë fyerja më e rëndë e izësime publike dhe këtë thot dikush që ka dëgjuar fyerje dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fyerja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi, nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër dhe që nuk denjuan as të më ftonin, as të më njoftonin, as të më dëgjonin. Zoti i falt. Lutem çdo natë për ta dhe them Zot fali se nuk din ç'kam bërë me atë vendim. Kjo akuzë nuk më lëndon për fjalën dhe shkresat e shkreta që ka prodhuar, por për padrejtësinë që ajo përfaqëson. Siç thot shpreha, two wrongs don't make a right. Dy padrejtësi nuk prodhojnë më shumë drejtësi. Pra, padrejtësia e shkarkimit mbi padrejtësinë e ndalimit dhe të shoqërimit nuk e bën vendin më drejt, prandaj kemi përfunduar në gjykatë kushtetuese sepse padrejtësi mbas padrejtësia nuk prodhua më shumë drejtësi. Sepse të thuash, citoj, Erion Velia e ka munguar në detyrë, nuk është thjesht cinizëm me këtë tipin që quhet Erion Velia, por është një cinizëm me atë që është e vërteta, çfarë ka ndodhur në këtë vend dhe në këtë qytet, dhe në fakt është një cinizëm me ligjin, me kushtetutën. Mbi të gjitha e thënë nga ata që kanë qenë dëshmitar të rrëmbimit tim nga zyra pas një akuzë, ngjan si një mesazh pasigurie për çdo që nesër